إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرojmë Allahun Azza wa Jall, ata lavdërojmë, atij kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, atij kërkojmë falje, të na mbulojë të metat dhe të mos I bëj shkak gjunahet tona për të larguar larg nga rruga e tij, të na mundsoj një kthim të shpejt dhe reagim të menjëhershëm në çdo rast kur largohemi nga rruga. Padyshim që ata që Allahu subhanahu wa taala e udhëzon në rrugën e drejtë, ai është I udhëzuari. Dhe atë që Allahu subhanahu wa taala ka lënë në humbje me drejtsinë e tij, me diturinë e tij, me urtësinë e tij, ai është I humburi vetëm nëse kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Me pendim të sinqert, me përkushtim në adhurimin e Allahut xhaleshanuhu dhe me një kuptim të drejtë dhe konceptim të saktë të jetës së kësaj bote. Pra duhet njeriu që gjatë gjithë jetës së tij ta përgatisë të zemrën e tij përmes adhurimeve që I di nga Zoti dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke e pastruar zemrën vazhdimisht krijohet tek ai kjo lloj force me lejen e Allahut subhanahu wa taala që edhe në një moment kur ai të mos ketë mundësi që të zbulojë argumentin, s'ka mundësi këtë pyes, s'ka mundësi ku ta gjej, atëherë I jep Zoti subhanahu wa taala një lloj qetësie në zemrën e tij dhe një lloj udhëzimi të brendshëm që elhamdulillah ta gjej rrugën e drejtë robi. Mirësia është ajo që e qetëson shpirtin dhe I sjell zemrës siguri. Nëse gjunafi është ajo që e shqetëson, e trazon dhe nuk I jep paqe. Edhe nëse njerëzit përpiqen ta justifikojnë apo ta lehtësojnë. Kjo aftësi për të dalluar mes të mirës që do Allahu subhanahu wa taala dhe së keqes që ai urren dhe ka ndaluar, është një dhunti e madhe që lind nga bashkimi I dijes me ndjeshmërinë e zemrës. Pra dijes fetare, por edhe me devotshmërinë e zemrës, që njeriu të zgjedhë dhe ta pranojë atë. Ajo nuk arrihet rastësisht por kërkon përgatitje të gjatë, pastrim të vazhdueshëm të shpirtit dhe një përpjekje sistematike gjatë gjithë jetës. Pra kjo lloj force nuk krijohet vetëm me një ditë të vetme. Krijohet me mënyrën se si ke ndërtuar ti marrëdhëniet e tua me Zotin xhaleshan. Si e ke ndërtuar jetën tënde, marrëdhënien që ke me Allahun subhanahu wa taala, atëherë do ta sjell Zoti subhanahu wa taala siç vjen ajetin in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nëse jeni devotshëm ndaj Allahut, do t'ju jap furqan, pra aftësinë për të dalluar të mirën dhe të keqen. Pra është një kohë e gjatë. Prandaj dhe Islami nuk është feja e një dite të vetme. Është feja e gjithë jetës. Gjithë jetën tënde jeton ashtu si Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar, ose përpiqesh. Dhe elhamdulillah, do ta jap Zoti atë lloj qetësie të brendshme që të vazhdosh në këtë rrugë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë që njeriu forcon lidhjen me Allahun xhaleshan, pastron qëllimin, ushqen zemrën me kujtim, me dhikr, me adhurime për Allahun xhaleshan, por edhe me dije, nga Kurani, Suneti, gjithmonë ai kërkon dhe mësojnë që atë dije ta ketë në shpirt, ta ketë në veten e tij, ta ndihmojnë në momentet kur më së shumti I duhet ajo dije. Ajo dije mbase gjithë jetën mund të mos të hyjë në punë, por një moment tamam, nëse vjen momenti që do të duhet ajo dije, do të hyjë në punë. Sepse ta sjell Zoti subhanahu wa taala atë që e ke mësuar, atë që e di dhe atë që e ke formuar shpirtin, do ta nxjerr atë kur duhet. Dhe do kemi nevojë mbase njeriu ka nevojë në jetën e tij. Në shumë raste do të ketë nevojë për një forcë të tillë të brendshme, që formohet vetëm me një përpjekje të gjatë, sikur se e tham. Në këtë mënyrë, hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam nuk është vetëm një normë, themi morale, por një thirrje për zhvillim e një ndërgjegje të pastër dhe të ndriçuar nga dija e Allahut subhanahu wa taala, nga adhurimi për Allahun xhaleshan, që gjykon me dritën e besimit, jo me pasion apo me zakonet e njerëzve. Vetëm ai që përpiqet vazhdimisht të edukojë zemrën me dritën e Kuranit dhe Sunetit e fiton këtë lloj force, këtë lloj drite që do të jetë gjithmonë bashkë me të në zemrën e tij. Edhe nëse vjen një moment që rreth rrotull mund të mos ketë njerëz të dishëm, mos ketë njerëz që japin fetva, ose njerëz që japin ose janë të saktë në fetvat e tyre, se bën vaki mund të ketë njerëz që japin fetva ose japin dije, po japin dije të devijuar. Pra në momente të tilla, njeriu elhamdulillah ja jep Zotit subhanahu wa taala këtë lloj pastërtie, këtë lloj qetësie në shpirt. Dëgjoni hadithet që do flasim rreth tyre në këtë hutbë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Hadithi I parë vjen nga Ebu Tha'laba al-Khushani. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, sipas sjelljes së këtij hadithi nga ky sahabi, el birru ma sakanat ilayhi an-nafs.
واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن له إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون. Për kthimi i hadithit, mirësia, elbir, pra sevapi, puna e mirë që e do Zoti, është ajo për të cilën qetësohet shpirti dhe me të cilën gjen rahati zemra. Kurse gjunahu, el ithm, ajo që ngarkon me gjunaf, është ajo për të cilën nuk qetësohet shpirti dhe nuk gjen rahati zemra. Edhe nëse t'japin fetva, ata që japin fetva. Subhanallah. Pra është një lloj kriteri brendshëm, nëse vini re, nëse zemra ju qetësohet dhe shpirti rehatohet, atëherë elhamdullah kjo është, por çdo lloj shpirti, çdo lloj zemre do të sqaroj më poshtë. Se bën vaki dikush, po sikur s'më pëlqen ky vendim i fesë. Më duket si i vështirë, zemra nuk qetësohet me këtë. Nuk është qëllimi sipas shijeve të njerëzve. Pra u qetësua njeriu me shijen e tij ose me dëshirat e tij. Qëllimi është ajo zemër që kërkon dhe do Zotin subhanahu wa taala. Kërkon të adhurojë Allahun subhanahu wa taala. Kërkon të jetë në rregull me Zotin xheleshan. Kërkon xhenetin sinqerisht. Kërkon të ruhet nga zjarri i xhehenemit. Nuk kërkon rahatin e vetes. Dhe rahatin që të mos shqetësohet në jetën e kësaj dynjaje. Do të dhimë poshtë sqarimi me lenin Allahu subhanahu wa taala. Ky është hadithi i parë. Hadithi i dytë. Kalon drejt te përkthimi i saj. Hadithi e Abu Tha'laba, prap një variant tjetër i tij. Thash, o dërguari i Allahut, më trego çfarë më lejohet dhe çfarë më ndalohet. Çfarë më lejohet nga Zoti dhe çfarë më ndalohet. Mendoni profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe në fakt këta vinin nga badie, pra nga ishin beduin, nomad, njerëz që rinin shkëtirave me çadrat e tyre, me bagëtinë e tyre. Ky thot, më thuaj dërguari i Allahut, çfarë më lejohet dhe çfarë më ndalohet. Çfarë ti thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam? Ti numëronte ndalesat, numëronte urdhëresat. I dha një përkufizim profeti sallallahu alaihi wasallam me zemrën e tij të mirë. Ky njeri do të kishte zemër të pastër. Edhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, dëgjoni çfarë këshilli dha. Ti numëronte gjithë halalin dhe haramin, a do t'i mbante mend ky nomad? Profeti sallallahu alaihi wasallam i thot, mirësia është ajo për të cilën qetësohet shpirti dhe gjen rahati zemra. Ndërsa gjunahu është ajo për të cilën nuk qetësohet shpirti dhe nuk gjen rahati zemra. Edhe nëse myftin t'i japin fetva. Subhanallah, edhe kjo një hadith i ngjashëm. Gjithashtu vjen një hadith nga Wabisa ibn Ma'bad. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe të pyesësh për sevapin dhe gjunahun, pra cilat janë sevapet që i ka urdhëruar Zoti dhe gjunafet që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala? Po, ja ktheu përgjigjen Wabisa. Tha, istafti qalbak. Këshillohu me zemrën tënde. Pyet zemrën tënde. Mirësia, pasi tha pyet zemrën tënde, e uzoi në aspekt të pyet zemrën time. Si ta pyet zemrën time? I tha, mirësia është ajo për cilën qetësohet shpirti dhe gjen rahati zemra. Ndërsa gjunahu është ajo që të shpon në shpirt dhe lëkundet në kraharor. Edhe nëse njerëzit t'i japin fetva dhe t'i përsërisin ato, t'i japin lehtësime. Në zemrën tënde brenda për brenda. Nëse e pyet veten tënde, të duket e mirë ajo që bën? Domethënë në aspektin e ai sa njeh nga feja e Allahut. Dhe çdo njeri, më sa mundet, më sa lexon Kur'an, më sa lexon nga feja e Allahut subhanahu wa taala, e kupton të mirën dhe të keqen. E dallon se ka bërë Allahu të vështirë. Fa ai sa kupton nga feja e Allahut, pyet e njerëz zemrën tënde, të duket në rregull ajo që vepron. Pra i dha një lloj kriteri që elhamdulillah edhe në kushte ku njeriu mund të mos ketë mundësinë që të kërkojë dije se jo të gjithë janë është e mundur të rinë pranë dietarëve, ose jo në çdo vend mund të ketë dietar, ose s'ka dietar të mirë. Njerëz që e japin saktësisht, e japin të devijuar, që bien ndesh me fenë Allahut për interesat e tyre. Atëherë në raste të tilla dha një lloj kriteri profetit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë kriteret të mrekullueshme. Le të qëndrojmë pak tek ato dhe shikojmë, ta shfrytëzojmë këtë lloj hadithi që ne ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam të marrim mësim prej tij. Se bën vaki kohët që vijnë, Allahu mustaan, mund vinë kohë në cilat njeriu mund mos ketë njerëz ku të kërkoj dije, mund përzihet e vërteta. Dhe do të kesh vetëm librin e Allahut subhanahu wa taala. Do të kesh vetëm ato informacione të përgjithshme, të cilat, domethënë elhamdulillah i ka ruajtur Zoti dhe i ruan Allahu subhanahu wa taala. Prandaj duhet njeriu ta ketë këtë lloj metode të jetë i qartë se kur zbatohet dhe kur nuk zbatohet ajo. Ja dhe një hadith tjetër, para se të fillojmë shpjegimin, lëra atë që të shtihen në dyshim, da ma yuribuk ila ma la yuribuk.
Lera atë që të shtihe në dyshim, thot, dhe merr atë që nuk ka dyshim. Lera atë të dyshimtën. Siç kemi shpjeguar dhe hadithet e tjera që ai që le të dyshimtën është i sigurt në fenë e tij, në nderin e tij dhe në jetën e tij. Mirësia është ajo për cilën qetësohet shpirti dhe gjen rahati zemra, ndërsa gjunahu është ajo që shpon, ngacmon në zemër dhe lëkundet në krahëror. Edhe sikur njerëzit të japin fetva dhe t'i përsërisin ato dhe të t'japin lehtësime. Në këto hadithe, profeti sallallahu alajhi wasallam urdhëron të veprohet me atë që e qetëson shpirtin e besimtarit dhe udhëzon drejt qartësisë së vizionit e largimit nga çdo çështje me dyshim. Prandaj dhe fjalët lër atë që shtihen dyshim do të thotë braktisë dhe mos u mbështet tek ajo, për të cilën dyshon e që shpirti yt nuk gjen qetësi. Bën vaki, shkon dhe pyet një njeri të t'jap fetva për diçka, se do bësh një punë jetën e kësaj dynjaje. Dhe shpeshherë fetvaja ose gjithmonë fetvaja është e lidhur ngushtë me pyetjen që ti i bën atij. Shpeshherë ti nuk e shpjegon si duhet, rrethanat, kushtet, edhe ti ja jep, i kërkon një lloj fetvaje, a thua sikur e kërkon një përgjigje të caktuar nga ai që. Në këtë raste, profeti sallallahu alajhi wasallam ti jep këtë kriterin. Qoftë kur kërkon fetva, kërkon mendimin, qoftë edhe kur e merr atë mendimin që ta zbatosh, shikoj në zemrën tënde. Apo i shtjellon dhe po e kërkon fetvan sinqerisht që ti bindesh Allahut subhanahu wa taala, apo po e kërkon atë sepse kërkon që të gjesh lehtësim dhe justifikim për të vepruar atë që ta do zemra dhe epshi yt. Pra ky lloj hadithi thot kujdes. Kujdes që të mos e kalosh kufirin. Mirësia, pra do shpjegojmë tani fjalët e hadithit një për një për të kaluar pastaj në shpjegimin e përgjithshëm që kanë dhënë dietarët. Pra tha profeti sallallahu alajhi wasallam, mirësia është ajo për të cilën qetësohet shpirti dhe gjen rahati zemra. El birru, çfarë është mirësia? Dhe në fakt sahabët po ta shikosh, shkonin dhe pyesin për çfarë? Cilat janë sevapet që i do Zoti dhe cilat janë harame që nuk i do Zoti? Domethënë, nga kjo kuptojmë që misioni i besimtarëve në dynja cili është? Thjesht mëso çfarë do Zoti dhe çfarë nuk do Zoti xheleshan. Adhurimet që i do bëj. Pra ajo el bir, çfarë është el bir? Elbir do thot Ibn Rexhebi, është një emër gjithëpërfshirës që përmbledh në vetvete çdo vepër të mirë dhe çdo virtyt të lartë dhe moral. Pra elbir, bamirësia që njeriu duhet ta mësojë dhe ta di, është pikërisht kjo, ajo që të afron tek Allahu xhaleshan dhe do Zoti prej teje. Janë adhurimet që kërkon Zoti prej nesh. Gjithashtu, Imam Nevawi e përkufizon këtë, bindja që sjell qetësinë në ndërgjegje dhe e bën që zemra jote të gjejë prehje me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është bamirësia, el birru, që ne kërkojmë në këtë hadith. Ndërsa gjunahu, ajo që të shpon në zemër dhe lëkundet në krahëror, tha profeti sallallahu alajhi wasallam. Pra të lë të pavend, të trazuar, me zemër të ngushtuar, duke të sjellë dyshim dhe frikë, se është gjunaf. Kjo është pra gjunaf. Ajo që të sjellë dyshim dhe frikë, ore mos është gjunaf, duke se është gjunaf, se më duket e drejtë. Po ja, ai tha është halal, që mërzit veten kokë. Ai të shpjegojë që lejohet. Ti prap në veten tënde ndjen këtë lloj shqetësimi në shpirt. Pra kjo është ajo që është gjunaf, dha një kriter profeti sallallahu alajhi wasallam, cilat janë sinjalet që ti të kujdesesh inshallah. Pra, sepse ai nuk ndihet i sigurt pra në fjalën që mori për lejimin. Ibn Rexhebi shpjegon thotë, gjunahu është ajo që mbjell në shpirt ngushtësi, turp dhe pasiguri. Ndërsa Sheikh Uthaymin Allahu mëshiroft thotë, shenja e gjunafut është se kur e vepron, ndjen breng në shpirt, sikur diçka të rëndon brenda teje. Pra këto janë disa, domethënë shenja që njeriu besimtari nëse shikon diçka të tillë, këto janë thon zilet e alarmit. Kujdese, si e në rregull. Ti mundet e di kalosh, e po mirë, e mbyll portën, e mbyll atë dritare dhe u mbyll tema, vazhdove rrugën, por ta dish që është diçka në këtë mes që nuk e ke bërë mirë. Ja kjo është ajo që je profeti sallallahu alajhi wasallam si shenjë. Besimtari elhamdulillah të ketë kujdes. Edhe nëse njerëzit japin fetva, fundi i hadithit, për të vazhduar pastaj shpjegimin e përgjithshëm. Domethënë edhe po të thotë se është e drejtë dikush, mos u mbështet patjetër në fjalën e tyre, sepse ndonjëherë fut në gabim, pra futesh në gabime dhe dyshime. Për shembull, sheh dikë që ka pasuri të përzier halal dhe haram. Mos e merr prej tij. Edhe pse po të jap dikush fetva. Thot dikush, jo, lejohet, përdesa ti se di, lejohet. Dakor, fetvaja nga ana teknike, nëse nuk e di, kjo është nëse. Po ti je i sigurt
ose ke 1% të madhe që ai po e bën këtë punë, edhe është haram. Atëherë në tilla raste, ku nuk është shumë e qartë fetvaja, se nuk po flasim për rastet e fetvas të sigurt me argument, padyshim nuk ka pse të futemi në dyshime në këto raste. Pra nëse ndodhin raste të tilla, mos e merr të gjë. Thot Imam Ibn Qayyim në I'lamul Muwaqqi'in, thekson me një mençuri të thellë, thot: nuk është e lejuar që njeriu të veprojë thjesht sipas fjalës së një muftiu, që jep fetva. Nëse zemra e tij mbetet e trazuar, thot, fetvaja nuk e shlyen përgjegjësinë e ndërgjegjes. Pra, ti mund të dish hollësira që fetvadhënësi nuk i di, dhe që ti nuk ja ke shpjeguar. Dhe ai mund të t'jap fetva nga ana teknike, nga ato që ai shikon, por ndërgjegja jote di gjëra të tjera, të cilat ti i di, edhe Allahu subhanahu wa taala i di në zemrën tënde. Atëherë në këtë rast, merri parasysh të lloj alarmesh që ti jep shpirti. Mos e lejo domun që ti janë shkalosh ato. Gjithashtu thot Sheikh Uthaymin, Allahu e mëshiroft, nëse të tjerët ta lejojnë një gjë, por zemra jote nuk qetësohet me të, thot. Lërë, sepse kjo është nga ajo që quhet elbir, bamirësia. Devotshmëria e shpirtit. Kujdesu domun të jesh sa më brenda kënaqësisë Allahut xheleshan. Dhe në fundin një çast, një vendim është ai. E morën në këtë çast, e mbyllë temën, vazhdove rrugën, u mbyll vazhdon jeta. Alhamdulillah, nuk u përmbys bota. Do vazhdoj jeta. Alhamdulillah, do vi hajri prap. Edhe kjo do të sjell mirësi më të shumta se ai që le diçka për hir të Allahut subhanahu wa taala, do t'i jap Allahu të zvendësojë diçka më të mirë se ajo që la. Kjo është rregull i pandryshueshëm nga Zoti xheleshan. Fetvaja është një udhëzim juridik, pra ligjor, ndërsa devotshmëria është udhëzim moral dhe shpirtëror. Ndaj një vepër nuk bëhet e drejtë vetëm se ka një fetva që e lejon, ajo bëhet e sigurt vetëm kur zemra gjen qetësi në dritën e të vërtetës. Për këtë arsye, besimtari duhet t'ia paraqesë çështjen muftiut, domethënë atij që jep fetva, jo me kuptimin e sotëm të fjalës mufti, me sinqeritet dhe qartësi, pa fshehur rrethana apo prirje që mund të ndikojnë në gjykimin e tij. Po ashtu, ai që jep fetva duhet të jetë i ditur, i aftë dhe me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala, sepse fetvaja është amanet që kërkon përgjegjësi të madhe. Nëse këto kushte mungojnë, ose njeriu e ndjen se zemra e tij mbetet e pasigurt edhe pas fetvas, atëherë zemra bëhet ajo që tregon, pra udhëzuese dhe treguese e cila është, janë ato ndjenja që ke ti në zemër, ajo që të ngacmon në shpirt, që ti nuk e shpjegove ashtu si duhet, mbase ai, domethënë që dha fetva, nuk i mori të gjitha hollësitë. Ti e di shumë mirë që po gabohesh në këtë çështje. Ktheu dhe ndiqi ato. Lere për hir të Allahut subhanahu wa taala. Disa dobi nga kjo pjesa e fundit, mos e përdor fetvan si justifikim për të shkelur ndërgjegjen. Fetvaja vërtet kërkon sinqeritet dhe kërkuesi dhe duhet drejtësi edhe nga ai që i jep pra si fetva. Ndërgjegja e pastër është mbrojtja e parë e takuas, ajo ndalet aty ku zemra ndjen dyshim. Pra momentin që ka dyshim, alhamdulillah, qetësia e zemrës është vula e sigurisë në fe. Ajo që është e qetë është e lejuar, ndërsa ajo që ngjall trazim është për lajmërim. Mos e nënvlerëso dhe mos e nënçmo. Tani një shpjegim të përgjithshëm të këtyre haditheve. Sahabët gëzoheshin kur njerëzit i drejtonin pyetje profetit sallallahu alaihi wasallam. Veçanërisht kur beduinët vinin nga larg. Beduinët nuk kishin nevojë për atë etikën e të folurit me profetin sallallahu alaihi wasallam. Sahabët kishin turp. Nuk mund të flisnin profetit sallallahu alaihi wasallam domethënë me aq themi guxim sa mund të fliste një beduin. Beduini vinte drejt për drejt, pyeti direkte dhe përfitonin sahabët shumë. Kënaqeshin sahabët kur vinte dikush që e pyeste profetin sallallahu alaihi wasallam. Pra veçanërisht beduinët që vinin nga lart, sepse ata shtronin pyetje të hapura thotë, të sinqerta dhe drejt për drejta, për të cilave përfitonin të gjithë pranishmit. Pyetjet e tyre shpesh zbulonin realitetet të thella të fesë dhe nxirrnin pa urtësinë e profetit sallallahu alaihi wasallam në shpjegimin e të vërtetës. Në këto hadithe, për shembull në hadithin e Uabisas, tregon profeti sallallahu alaihi wasallam e orientoi atë jo thjesht drejt një përgjigje të jashtme, por drejt një kriteri të brendshëm moral dhe shpirtëror. Ai i tha, pyet e zemrën tënde. Domethënë, cilën zemër? Tek ka rëndësi. Pra kur profeti sallallahu alaihi wasallam tha, pyet zemrën tënde. Çdo lloj zemre, edhe ato zemra që janë shndëruar, transformuar, të mbushura me epshe, dëshira, me prirje, që në fakt i pëlqen të mos bëjnë asgjë nga feja e Allahut, të jenë rehat, ta fitojnë xhenetin thjesht vetëm me një fjalë la ilaha illallah dhe kaq. Kjo lloj zemre, atëherë domethënë zemrën e gjallë me iman dhe të ndriçuar nga dia dhe të ushqyer nga frika dhe dashuria për Allahun subhanuhu teala. Edhe një herë. Zemra e gjallë me iman, e ndriçuar nga dia, pra një zemër që gjithmonë në jetën e saj kërkon dije. Është e ushqyer nga frika dhe dashuria për Allahun subhanuhu teala.
Kjo lloj zemre bën dobi në të tilla raste. Madje në të kundërt, nëse s'është nga këto lloj zemrash, bën punën e kundërt, sepse është portë e hapur për shejtanin. Shejtani fryn nëpërmjet saj, thotë mos e bëj. Dhe ti mendon se është, nuk po ndjen qetësi sepse kështu duhet të veprojë si ta profeti sallallahu alajhi wasallam. Jo. Kujdes, ajo zemër që duhet ndiqet është pikërisht kjo zemër që e shpjegojnë dietarët. Zemra e tillë është ajo që reagon natyrshëm ndaj së mirës me qetësi dhe paqe. Nëse ndaj gjunafut me shqetësim dhe ndjenjë fajësie. Kjo vëllezërit e mi tregon se udhërfyesi më i besueshëm për njeriu është zemra e pastruar me iman. Sepse ajo është vendi ku zbret drita e udhëzimit të Allahut xhaleshan. Por që zemra të arrijë këtë shkallë ndjeshmërie dhe dallimi, ajo duhet përgatitur, edukuar dhe ushqyer me besim, dituri dhe adhurim të sinqertë. Pra që ti ta kesh të zemër gjithë jetën me vete. Zemra jote duhet që gjithë jetën të kujdesesh për të. Prandaj ky është hadith nga hadithet e zemrës që kemi folur gjithë të hutbe. Zemra duhet kujdesesh për të. Nëse do ta kesh që ajo të lëshoj sinjale të duhura, momentet e duhura, do gjithë jetën ta përgatitesh. Me dije, me adhurime të sinqerta, me dhikr, me përkujtim të Zotit, me lexim, me frikë respekt për Allahun xhaleshano, duhet ta ushqesh vazhdimisht që ajo të kryejë funksionin e saj. Funksioni i saj kryhet vetëm në këtë formë. Ndryshe nuk përfiton dot nga zemra jonë. Është ai që thot Allahu subhanahu wa taala: Ya ayyuhalladhina amanu inna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Dijeni thot Allahu subhanahu wa taala se Allahu ndërhyn mes njeriu dhe zemrës së tij. Ndërhyn Allahu subhanahu wa taala mes tyre. Nëse nuk është zemra në rregull, nuk e ke në dorë zemrën. Nëse nuk është e aftë, domethënë që i bindet Allahu xhaleshan. Zemra e papastruar, e ngurtësuar nga gjunafet dhe pasionet, nuk mund të dallojë mes të mirës dhe të keqes. Ajo humbet dritë në gjykimit dhe bëhet peng i epshit dhe i shejtanit mallkuar. Prandaj niveli minimal i domosdoshëm që jep njeriu të aftësinë për të njohur të drejtën dhe për të shmangur të ndaluarën është takvaja. Takvallahu, devotshmëria ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra frika nga Zoti duke zbatuar urdhëresat dhe lënë ndalesat e tij. Gjithë jetën ti je i vazhdueshëm sistematik. Takvaja është një sensor i brendshëm që e mban zemrën të ndjeshme dhe vigjilente. Ajo e bën njeriu të ndalojë aty ku të tjerët guxojnë dhe të ndiejë turp aty ku të tjerët janë të qetë dhe as nuk e ndjejnë fare. Në këtë mënyrë fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam pyet zemrën tënde, nuk i referohet çdo lloj zemre, por zemrës që është edukuar me dritën e imanit dhe është e mbajtur gjallë me frikën ndaj Allahut xhaleshan. Vetëm një zemër e tillë mund të shërbejë si busull që tregon drejtimin e të. Pra, profeti sallallahu alajhi wasallam kur i tha pyet zemrën tënde, është një lloj sikur i tha domethënë kujdesu mirë për zemrën tënde, që në momentin që e pyet dhe shikon ato ndjesitë e saj, ato të jenë sensori i duhur. Një këshill nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Pa kjo tregon për vlerën e madhe të kujdesit për zemrën dhe përgatitjen e saj, që ajo të shërbejë gjithmonë si kujtues dhe sinjal i mirë për ty. Kalojmë te fjala tjetër. Mirësia është ajo për cilën qetësohet shpirti dhe gjen rahati zemra. Kjo fjalë e profetit nuk kupton që njeriu të mbështetet vetëm te ndjenjat e tij, por më së pari uzon që të kërkojë dijen dhe fetvat nga burimet e shpalljes. Pra kur thot profeti sallallahu alajhi wasallam, e vërteta është ajo që qetëson shpirtin dhe gjunafi është ajo që e shqetëson shpirtin. Këto janë kriteret e vetme që njeriu të dallojë të mirë nga e keqja. Ju e dini shumë mirë që e mira dhe e keqja sqaruan nga Zoti subhanahu wa taala. Pra ne nuk mund të ulim vlerën e shariatit. Fjala e Zotit, fjala e profetit, halal dhe haram janë sqaruar nga Zoti subhanahu wa taala. Pra kjo fjalë nuk duhet keq kuptohet. Edhe një herë fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk kupton që njeriu të mbështetet vetëm tek ndjenjat për të përcaktuar çfarë është halal dhe çfarë është haram, çfarë është punë mirë ose punë e keqe. Nuk është logjika dhe ndjenjat ajo që bazohesh kryesisht. Por më së pari uzon që të kërkojë dijen dhe fetvat, mendimet pra nga burimet e shpalljes, Kurani dhe Suneti, dhe nga dietar të kualifikuar. Njerëz që e kanë këtë aftësi dhe kanë frikë nga Zoti subhanahu wa taala, janë të sprovuar të paktën gjatë jetës. Në Islam gjykimi për halalin dhe haramin nuk bazohet në logjikën personale apo në devotshmëritë emocionale që ka dikush. Sado e madhe të jetë devotshmëria që ka arritur njeriu, por në argumentet e Zotit dhe profetit sallallahu alajhi wasallam. Sepse feja është ndërtuar mbi dije dhe udhëzim, jo mbi hamendje dhe ndjesi që njeriu ndjen. Prandaj nëse një musliman është prej atyre që kanë arritur nivelin e gjykimit ijtihad, domethënë që vetë jep gjykime, le të gjykojë sipas dijes së tij, duke u mbështetur në argumentet e qarta të shpalljes. Nëse nuk e ka këtë nivel që vetë të gjej gjykimin, atëherë do të pyes dhe të shikojë të zgjedhë njëri që vërtet është i ditur, ka frikë Zotin, pse? Sepse po e pyet për diçka e cila do të fut në xhenet e të shpëtojë nga zjarri. Për shëndetin tënd.
Nëse je i sëmur, sidomos me një sëmundje të vështirë dhe delikate, shkon të çdo lloj doktori, të çdo lloj mjeku, apo sigurohesh mirë se a është mjek i mirë, a është apo s'është, domethënë i përshtatshëm për atë që ti kërkon? Patyshim që kjo është çështje shumë më e rëndësishme se sa shëndeti jot. Fizik të themi. Është shëndeti shpirtëror edhe ajo që të ofron xhenetin dhe shpëton nga zjarri i xhehenemit. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thotë: "Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur." Pra, nëse nuk dini, pyesni ata që dinë për dietarët me argumente dhe fakte. Pra duke kërkuar argumentin dhe faktin që të qetësohet zemra jote, dhe ti të jesh në rrugën e drejtë. Pasi të marrë dijen e saktë dhe fetvan e bazuar në argument, njeriu duhet të vështrojë dhe të kontestojë jo ligjin e Zotit, por vetveten, pra zemrën dhe qëllimin e tij. Nëse zemra e tij gjen qetësi dhe rahati, duke ndjerë se po e kënaq Allahun dhe se po vepron drejt, le ta zbatojë atë. Por nëse brenda tij lind trazim, dyshim apo prirje për justifikim, le ta akuzojë vetveten tashmë, pasi ka marrë dijen e saktë, argumentin e sigurt, thot Zoti, thot profeti sallallahu, me kuptimin e saktë, atë s'ka më vend për ndjenjat e zemrës. Jo ndjenjë qetësi, apo ndjenjë qetësi, po s'ka ardhur koha, nuk e ndjej veten akoma të përshtatshëm që të bindem Allahut, nuk e ndjej akoma namazin që të falem, nuk e ndjej akoma që të mbulohem, etj. Këto nuk kanë vlerë. Pse? Se tashmë argumenti erdhi i sigurt. Dhe zemra jote është e sëmur, ka nevojë për të trajtuar me mënyra të tjera. Pra edhe një herë, në hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam kuptuam për çfarë bëhet fjalë kur thotë nëse zemra gjen qetësi ose zemra nuk ndjen qetësi, pra edhe një herë pasi ka marrë gjitha masat dhe përpiqet. Argumentet e Allahut xhaleshanu janë të vërteta dhe të qëndrueshme. Edhe nëse ndonjë zemra e njeriu rëndohet, nguron apo ndjen vështirësi për të dorëzuar ndaj tyre. Qetësia e përmendur në hadith nuk ka të bëjë me ndonjë ndjenjë të përkohshme emocionale, por me bindjen e sinqertë se e në pajtim me kënaqësinë e Allahut. Kjo është ajo qetësia që merret për bazë. Kështu pyet e zemrën tënde do të thotë, pyet nëse ajo ndjen qetësi sepse po ndjek të vërtetën, jo sepse po lehtëson veten. Zemra e shëndosh qetësohet kur nënshtrohet ndaj urdhit të Allahut dhe jo duke e shmangur atë. Prandaj kur shpirti u gjen qetësi dhe bindje, dije se kjo është qetësia e imanit. Por kur qetësohet në gjunah apo në shkelje, dije se kjo është qetësia e mashtrimit dhe epshit. Prandaj në vijin profeti sallallahu alajhi wasallam çfarë tha? Ndërsa gjunahu është ajo që shpon në shpirt dhe lëkundet në kraharor. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vion profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith dhe thot, nësa gjunahu është ajo që të shpon në shpirt dhe lëkundet në kraharor. Do me thënë të trazon brenda, të mbjell pasiguri dhe frikë, se mos po gabon, të rëndon ndërgjegjen dhe nuk të lë të qetë. Ai është një veprim që njeriu e ndjen si të papastër, të turpshëm dhe të padenj, ndaj dhe e urren që të tjerët ta shohin duke e bërë. Por kjo ndjesi i përket zemrës së kthjellë dhe të shëndosh, asaj që ende ruan dritën e imanit dhe dallon mes së drejtës dhe të gabuarës. Pastaj në fund thot profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse njerëzit japin fetva dhe i përsërisin ato. Domethënë edhe po të thonë se është e drejtë, mos u mbështet me domos të fjalët e tjerëve. Ai që më së miri e di çka në zemrën tënde është vetë ti. Pas Allahu subhanahu wa taala që di të gjitha. Pra ti di shumë mirë se ç'ke në zemër. Çfarë synimi ke me këtë vepër që do kryet. Ti di hollësit që të tjerë nuk i dinë. Prandaj thjesht një fetva ose një fjalë që thuhet lart e poshtë, mos e gënje veten. Thjesht shikoje dhe ki kujdes. Se në fundit jeta jon ditët dhe netët që kalojnë janë. Nëse në këto ditë dhe net ne i mbyllim syt nga gjunafet dhe justifikojmë vetëm me justifikime të kota, vallai do vi dita që do pendohesh për to vendime që merr njeriu. Prandaj nuk ka vlerë fetvaja. Nuk ka vlerë domethënë mendimi që t'japin të tjerët nëse vetë të ngacmon në shpirt. Pra vëllezërit e mi, domethënë edhe po të thonë se është e drejtë, mos u mbështet me mos të fjalët e tyre, sepse mund të të fusë në gabim dhe dyshim. Nga kjo vëllezërit e mi, për ta përmbyllur këtë hutbë. Profeti sallallahu alaihi wasallam na udhëzon që gjithmonë një besimtari dhe besimtarja të mbështetet në shpalljen e Allahut subhanahu wa taala. Thot Zoti dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam. E mira dhe e keqja është sqaruar nga shpallja. Dhe normalisht që besimtari, baza ku ai bazohet, burimi ku ai merr
dinin e tij, fenë e tij, është fjala e Zotit dhe fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam, e kuptuar me kuptimin e drejtë që e sjellin dietarët e ndershëm, të pastër, të mirë, të devotshëm. Dhe njeriu duhet të synojë që se s'bën ta marrë të vërtetën nga këto burime. Por nëse ndodh që nuk ka mundësi që t'i gjej këto burime, për shkak se ndodhet diku larg dhe ka vetëm aq njohuri sa mund të marrë vetë nga libri i Allahut subhanahu wa taala, nga hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam, nga ato gjërat kryesore që i di nga feja, dhe nuk ka mundësi që të interesohet më shumë, ose mund të ketë dietar, po janë të sinqertë, janë njerëz të manipuluar, që thjesht kërkojnë interesat e kësaj dynjaje dhe njeriu s'ndjen qetësi në shpirtin e tij, atëre kriteret janë ato i tha profeti sallallahu alajhi wasallam. E mira, bamirësia është ajo që ti ndjen prehje në zemrën tënde kur e bën. Dhe e keqja është ajo që ti ndjen shqetësim dhe trazim në shpirt nëse e vepron. Por edhe një herë na dha profeti sallallahu alajhi wasallam diçka shumë të rëndësishme. Që ta kesh këtë kriter të pastër, pra sinjalizuesin ta kesh të sakt, duhet kujdesesh për të. Ai vjen nga zemra. Dhe zemra do më nëse nuk kujdesesh gjithë jetën, që ta adhurosh Allahun, të kesh synim vetëm të kënaqet Zoti, fitosh kënaqësinë e tij, fitosh ahiretin, përjetësinë në xhenetet e Zotit xhelesha. Dhe të ruhesh nga haramet, nëse gjithë jetën nuk e ke këtë kriter, atëherë sinjalet që do të vinë nuk do jenë të sakta. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam na udhëzon që të kujdesemi për zemrën. Edhe ky hadith edhe një herë, hadith për domosdoshmërinë e kujdesit për zemrën tonë. Zemra do të kujdesesh për të, kujdesu duke mbushur me adhurime. Adhurimet e përditshme janë urdhëresat e Allahut subhanahu wa taala, fillon nga namazi, nga detyrimet që ka njeriu në jetën e tij, të jetë i kujdesshëm, të ruajë ndeshmërinë, pastërtinë, ruajtja nga haramet, qofshin ato fjalë, qofshin ato vepra, mendime dhe çdo lloj harami që bëhet me mënyra të ndryshme, kujdes nga të gjitha këto që zemra jote të ketë atë forcën dhe aftësinë për të dalluar. Elus Allahu subhanahu wa taala të na udhëzojë në fenë e tij. Elus Allahu subhanahu wa taala ti bëj zemrat tona që të shikojnë të vërtetën, na jap devotshmërinë dhe furqanin, aftësinë për të ndarë. Do të jetë shumë e nevojshme o vëllezërit e mi, që njeriu ta ketë të në jetën e tij, vallahi, sepse sprova të vështira nuk kalohen vetëm përmes këtyre zemrave të pastra. Në të kundërt njeriu bie. Dhe shndrohet, siç thotë, në kohën e fundit vi koha, në kohën e fundit njeriu do gdhihet besimtar dhe do ngryset qafir, mohues. Pse? Sepse e shet fenë e tij për hir të kësaj dynjaje. Domethënë zemra e tij është e paaft të dallojë, nuk po pyet më tashmë që të ndjej qetësi apo pak kënaqësi me gjunafet, vallahi. Nëse zemra nuk kujdesesh për të lënë në bart. Elus Allahu subhanahu wa taala të na udhëzojë në fenë e tij. Çoni salavatet për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ashtu si urdhëron Allahu subhanahu wa taala dhe thotë në Kur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.